Kapitulli, disiplina së i shpëtim. Një problem nuk është fundi i botës, por mungesa e disiplinës është. Të gjithë ne hasim vështirësi, faturat që shtohen, puna që të mbingarkon, shëndeti që të trazon, marrëdhëniet që të lodhin. Shumë njerëz e kalojnë jetën duke menduar se këto janë probleme të pasgjithshme, duke u ankuar, duke humbur energji dhe kohë. Por nëse do të ndalesh dhe të vështrosh me kujdes, do të kuptosh se 80% e këtyre problemeve janë pasojë e mungesës së disiplinës. Në botën moderne, tundimet janë kudo, rrjetet sociale, ushqimi i shpejtë, konsumizmi, dembelizmi. Të gjithë i njohim. Por ai që zgjedh disiplinën nuk i jep këtyre tundimeve pushtet mbi jetën e tij. Ai zgjohet herët, planifikon ditën, kursen, investon në veten. Ai nuk lejon që një problem i vogël të bëhet mal vetëm sepse i mungon vetë kontrolli. Ai e di që problemet e mëdha shpesh lindin nga mungesa e disiplinës së vogël. Sepse, në fund, nuk janë problemet që të shkatërrojnë, por mënyra si i menaxhon ato. Disiplina është mjeti më i fuqishëm për të marrë kontrollin e jetës tënde. Kur ti zgjedh të jesh i disiplinuar, nuk ka rëndësi çfarë pengesash dalin, ti e di që do t'i përballosh. Jo sepse je super njeri, por sepse nuk je rob i zakoneve të këqija. Kur njeriu zgjedh disiplinën mbi komoditetin, ai bëhet zot i kohës dhe energjisë së vet, ai nuk është më viktime e mendimeve negative apo e zakoneve të dëmshme. Ai bëhet njeri i lirë. Dhe asgjë nuk është më e fuqishme se sa një person që jeton çdo ditë me disiplinë dhe nuk trembet nga sakrificat. Thenie. Kur njeriu zgjedh disiplinën mbi komoditetin, nuk zgjedh vështirësinë, zgjedh lirinë. Mbyllje kapitulli. Zgjidhja është gjithmonë aty, midis komoditetit që të rëmben dhe disiplinës që të çliron. Nëse dëshiron një jetë ndryshe, sot është dita për të filluar. Sot është dita për të mos u ankuar. Sepse mungesa e disiplinës është një problem që të vret çdo ditë. Dhe askush nuk të detyron të mbetesh aty përveç vetes tënde.